probleme me kanalizimin, kanalizimi I cili derdhet në liçenin e Ohrit dhe nuk do të lejojmë që këta ndërtesat të ndërtohen pa një plan konkret. Sa kat keme lanë me ndërtu edhe në cilat lagje, edhe ty po du sakt me më kallëzu, vizionin tënë politik, sa kat keme lanë në cilat lagje? Do me thënë, Struga ka një plan urbanistik e cili lejohet katë përdjesë dhe katin e dytë. Do me thënë, kjo do tjetë maksimale me cilën ndërtohet, sepse desha të përmenë sepse në Strug ndërtohen ndërtesa, mirë po nga ana tjetër ne kemi problem me furnizimin e ujit deri te këto ndërtesa kaq të larta, kemi probleme me kanalizimin I cili derdhet në liçenin e Ohrit, kanalizimi I cili derdhet në drinën e Zi, problematika, domethënë me ujërat atmosferik, kemi probleme me parkingjet. Qyshin dreq? Deri tani këta janë mos e të realizuara, ne nuk mund t'i kthejmë mbrapa, nuk mundemi të realizojmë, por do t'i japim një zgjidhje në të ardhmen dhe nuk do të lejojmë që këta ndërtesat të ndërtohen pa një plan konkret. Okej, afër liçanit, ma konkretisht po të pyes, afër lumit keni ndërtime pa leje. Edhe afër liçanit keni ndërtime pa leje. Po I gjithë bregu është në zonë, madje është vështirë me kalu njerëzit aty. Çka keni me bo për qëto uzurpime rreth e përqark lumit kryesor, liçanit të Ohrit që ju takon edhe Strugës? Struganët dhe gjithë qyteti Strugës e din karakterin tim të fuqishëm, sepse për të dalur këtu me të vërtet si kandidat I pavarur mes dy subjekteve të cilat njëra ka ufeshur 30 vite, 20 e diçka vite edhe një partia tjetër 2 vite, zbashkarisht mund të themi janë 30 vite, është shumë e vështirë dhe duhet të kesh një guxim shumë të madh. Mirë po, guximi im vjen jo nga shefat e mi, sepse unë nuk kam shefa mbi krye, unë kam popullin mbrapa mua. Dhe bashkarisht me popullin ne do t'i zgjidhim këto probleme dhe unë I kam vendosur dhe të gjithë e dinë se liçeni ujti, domethënë, rara dhe tretuaret do t'i takojnë qytetarëve, do t'jenë prona, do t'u kthehen qytetarëve, do